Nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se takojmë në sezonin e ri të emisionit Business Plus. Sonte, pas një ngjarje madhështore të cilën organizoi Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore e që ka të bënë me Top 100 kompanit, një eveniment që organizohet për gati 16 vite nga kjo odë, kryesisht që gravitojnë biznese shqiptare. Kemi vendosur që emisionin t'ja kushtojmë këtij eventi dhe planet të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore për ekonominë e vendit gjatë viteve të ardhshme, dhe për këtë në studio kemi të ftuar drejtorin ekzekutiv zotëri Durim Zeqiri. Mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët. Faleminderit Gazmen për ftesën. Ju e dini që është kënaqësi e veçantë të jem në studion tuaj, duke pas parasysh që jam i thari mbështetjes së shërbimeve publike. Zoti Zeqiri, mbrëm ishte një eveniment që bëhet për gati 16 vite me radhë, atë për përcaktuar nivelin e kompanive, vlerësimet e tyre për ekonominë, madje me shumë propozime të kompanive dhe të Odës që bëhen ndaj politikave ekonomike ka duhet ecë vendi. Mbrëm, çfarë doli në pa nga ky organizim, çfarë ishte diçka që mund ta veçoj këtë vit sa i përket vlerësimit të kompanive? Sa i përket ngjarjes së ditës së kaluar, gjithsesi mbrëmjen e kaluar, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore e organizoi ngjarjen Top 100 më të madhe ndonjëherë sa i përket prezencës së mysafirëve. Kemi pasur diku nga 380 deri në 400 persona të cilët ishin prezent, ku pjesa dërmuese e tyre vinë nga sektori i biznesit, por gjithashtu kishim edhe përfaqësues institucionesh të cilët morën pjesë në ngjarje duke konfirmuar ato që ne si Odë themi që biznesi dhe sektori publik, gjithsesi shteti dhe jo qeveria, po flas shteti, duhet të jenë gjithnjë në koordinim, për shkak se e dini që njëra me tjetër janë shumë të mvaruna dhe nuk mund të kemi shtet të fuqishëm në rast se nuk kemi ekonomi të fuqishme, ndërkaq që ekonominë e krijojnë vetë bizneset askush tjetër, ku e dim që edhe në parametrat makroekonomik, GDP-ja është pjesa dërmuese e bruto prodhimit vendor, vjen nga fuqia vlerëse, ndërkaq që e dim që 70% e punonësve janë të punësuar në sektorin privat. Kjo është një mesazh i cili mund të shihet nga ajo fotografi e parë që shifet nëse i hidhet një sy asaj se çfarë ka ndodhur dje. Mirë, po më e rëndësishmja është etablimi i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore si institucioni i vetëm që promovon bizneset e mirëfillta dhe legjitime, dhe kjo ngjarje Top 100 e potencuat edhe ju, u organizua dje me të 16 herë si ngjarje jubilare, mund të themi, për shkak se korrespondon me 20 vjetorin e ekzistimit të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Andaj edhe munduam që ta bëjmë pak disim më të veçantë, me një prezencë më të madhe të mysafirëve. Por çfarë është me rëndësi është se përgjatë 365 ditëve të vitit, asnjë ditë të vetë me bizneseve nuk ju kushtohet. Dhe sikur të mos ishte Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore, nuk do ta merrnin lavdin e merituar të themi, për shkak se i ndëgjuat edhe vetë, ishit prezent, performancën e kompanive tona, impaktin e tyre dhe kontributin e tyre në shoqëri, duke e bërë biznesin, sidomos ato të OMVP-s, të dalluar në raport me bizneset e tjera të vendit, por edhe në rajon. Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore fatmirësisht tani më pas 20 vite ekzistimi ka krijuar një profesionalizëm të skajshëm dhe të theksuar sa i përket shërbimeve të saj që jep, por edhe në sferën e organizimit të ngjarjeve të tilla kemi treguar një nivel shumë të lartë, duke pasur parasysh që jemi institucioni i parë që kemi bërë promovimin e bizneseve me ngjarje të tillë, dhe kemi bërë më së shumti ngjarje të tilla dhe vazhdojmë të jemi kampionët dhe liderët sa i përket promovimit të bizneseve, qoftë në nivel teknik apo qoftë në nivel të atill të themi pak a shumë galla mbrëmjeve që ne bëm për bizneset tona anëtare, të cilat natyrisht se kanë merituar, dhe dua të theksoj për publikun e juaj që çdo çmim që u dha ishte çmim meritor dhe nuk ishte asnjë çmim pa ndonjë kriterium apo ndonjë metodologji të caktuar paraprakisht.
Cilat dimensione do thotë kanë qenë diçka që e kanë shënuar vitin 2024 sa i përket aspektit ekonomik të kompanive, por edhe gjithë nivelit nacional dhe jo vetëm për kompanit, ku ka ndonjë ndryshim më të madh? Nëse flasim për periudha ndryshme, diku ka qenë ndoshta më e levërdishme apo fokusi ka qenë tek eksporti, vitin tjetër ka qenë tek kufizimi i hyrave, siç ishte rasti në rastin e pandemisë dhe krizës energjetike, ku kompanitë kishin disa vështirësi dhe kompanitë të cilët shënuan rritje ishin sektori energjetik, sektori farmaceutik dhe disa kompani tjera. Viti i cili dimension, i cili sektor ka qenë viti 2024, nëse mund ta përcaktoj? Po do t'ju them drejtën shumë sinqerisht, e dini thënien që para fakteve gjithë heshtin, ajo thënia shumë e njohur. I pam edhe numrat vetë. Pra, lakorja e rritjes së kompanive të OMVP-s asnjëherë nuk ka shënuar një kërcim të themi aq të lartë, pra enorm, sa i përket rritjes. Më lejoni ti potencoj disa numra, pra kishim një rritje prej rreth 200 milion euro më tepër sa i përket qarkullimit të top 100 kompanive së bashku. Kishim një rritje mbi 30%, gjithsesi 30 milion euro të neto fitimit, ku do të bëj vetëm një krahasim shumë të vogël. Viti 2022 dhe 2023, nga 100 milion euro kishte rënje të top 100 kompanive në 99 milion euro. Pra kishim rënje në vend se të kemi rritje, në vitin 2023 kishim rënje për 1 milion euro, ndërkaq nga viti 2023 në 2024, pra kishim rritje nga 99 milion euro në mbi 130 milion euro të neto fitimit. Kjo një tregues shumë i madh. Një tregues tjetër që tregon për suksesin e skajshëm të vitit 2024 sa i përket antarësisë së odës tonë, është edhe fakti që për herë të parë top 100 kompanitë tona kanë shkelur vlerën 5 shifrore të numrit të punësuarve. Asnjëherë më parë nuk kemi pas mbi 10.000 të punësuar në top 100 kompani. Tani e kemi këtë, edhe natyrisht se kjo na bën shumë krenar për shkak se kompanitë tona natyrisht që me aftësitë e tyre menaxheriale kanë arritur në këtë stad, por jemi ne si institucion që u qëndrojmë si ombrell për t'i mbrojtur në momente të vështira të tyre dhe për t'u dalë zot kafsh institucioneve, por gjithashtu jemi edhe ne ata që i promovojmë. Dhe vlera e mbi 10.000 punonësve në top 100 kompanitë tona tregon që kompanitë tona janë në rritje sipër për shkak se fitimet dhe qarkullimet mund të jenë momentale apo të themi me frekuenca të themi sezonale. Mirë po rritja e numrit të punonësve tregon që ka një stabilitet shumë të madh te kompani dhe ata nuk rrezikojnë as shumë sa të marrin punonjës e pastaj t'i shkarkojnë. Pra tregon që rritja e punonjësve është një tregues shumë i madh i qëndrueshmërisë së zhvillimit të tyre. Pra nuk ka të bëjë vetëm me një zhvillim dhe me një rritje momentale, por tregon që ka bazament të fuqishëm. Edhe një fakt tjetër interesant është se eksporti vetëm në top 5 kompanitë, nuk po flas për top 100, vetëm në top 5 kompanitë është rritur për 33 milion. Ju e dini që vlera e shtuar e çdo ekonomie është eksporti. Ajo që çdo shtet e mban të gjallë ekonomikisht është eksporti, gjithsesi shitja e produkteve dhe shërbimeve tuaja si vend në ndonjë shtet tjetër, duke u dhënë atyre produkteve ndërkaq duke u marrë parat atyre dhe për të cilën nxitje eksporti do të thotë. Ka shumë parametra të them të drejtën, nuk do e përmendi spektrin politik të pyetjes për shkak se duhet të jem korrekt dhe të qëndroj apolitizmit tonë si institucion, por mendoj që fryma e re dhe stabiliteti ndoshta politik e jep atë sigurinë të cilën e kemi pa, por çfarë është më interesante është se rritja e kompanive tona top 100 tonë të eksportit janë kompani të cilat janë 100% vendase dhe shqiptare, por nuk kemi kompani të huaja të cilat i kemi futur në listë dhe pastaj të themi se ja që kemi rritur si grup i bizneseve jemi rritur në eksport. Kompanitë vendore tani më janë duke u profesionalizuar edhe më tepër. Oda ekonomike e mashinisë veprendimore kemi shumë raste ku neve i kemi asistuar prodhuesit tanë, ndërkaq vlerësoj që një impakt pozitiv të cilin mund me krenari ta them është se në vitin 2024 kemi pasur dikun 50 asistime për pjesëmarrje në panajire ndërkombëtare dhe kjo u ka ndihmuar bizneseve që të hapin tregje të reja, të lidhen me partner të rinë për shtetet e të gjitha pothuajse të gjitha kontinenteve kanë marrë pjesë antarësia jonë dhe kjo u ka mundësuar që të hapin shtigje të reja.
Natyrisht që vazhdojmë të kemi probleme në këtë pikë. Unë mendoj që ky numër do të ishte shumë më i madh, sikur qeveria të merrte parasysh kërkesat tona për rritjen e konkurrenshmërisë së kompanive tona. E dini, e kemi potencuar çdo herë, kemi kosto shumë të larta operative dhe kjo e penalizon çmimin dhe cilësinë e produkteve që prodhuesit tonë në Maqedoninë e Veriut i ofrojnë klientëve të tyre. Andaj mendoj që hapësira shumë e madhe, vlerësoj që qeveria duhet të reflektojë mbi këtë pikë, duhet të reflektojë edhe mbi faktin që GDP-ja jonë është me rritje më të ngadalt në raport me shtetet e vendeve fqinje, dhe në këtë pikpamje mendoj që kërkesat OMVP-s përpost që janë të dëshmuara se janë legjitime dhe të sakta në kalkulim, mendoj që janë edhe prioritare nga ana e qeverisë dhe shpresojmë që do të ketë vesh që ndëgjon kërkesat tona dhe të implementohen të njëjtat. Një specifik që e cekët gjatë mbrëmjes së kaluar ishte rritje të produktivitetit të punëtorëve për qindra mijë euro. Si është arritur kjo që të bëhet, pasi që ne e dim për produktivitetin dhe cilësinë e produktivitetit punëtorëve në vendin tonë, gjithmonë kritikojmë kur ikin jashtë dhe janë shumë produktiv, ndërsa në vendin tonë janë thuash pak më pasiv në aspekt të produktivitetit. Gazvend, për më tepër se 10 vite, pra produktiviteti i punonjësit, pra produktiviteti mesatar për punonjës në Maqedoninë e Veriut ka qenë 111.000 euro, ndërka që tani, dhe këtu gjithnjë flas për sektorin privat. Për shkak se sektorin publik, nëse futemi aty, do të ulet mesatarja shumë, për shkak se sektori publik nuk ka për qëllim të gjeneroj fitim. Për atë nuk është fut në kalkulim kjo pjesë, por nga 111.000 euro dhe për më se 10 vite kemi arritur në mbi 160.000 euro. Kjo tregon që ndoshta i gjithë ky globalizim që është duke ndodhur, gjithë kjo rritje e teknologjisë dhe inteligjenca artificiale si element shumë i rëndësishëm periudhën e fundit sidomos, ka bërë që produktiviteti i kompanive, gjithsesi i fuqisë punëtore të këtyre kompanive të rritet. A mundet të jetë edhe më tepër? Jemi më se të bindur se mund të jetë e njëjta, por ky produktivitet të cilin neve e kemi nxjerrë është bërë në një formullë shumë të thjeshtë. Pra është bërë gjenerimi vjetor i përpjesuar për numrin e punonjësve dhe kështu kemi nxjerrë se sa një punonjës mesatarisht gjeneron në nivel vjetor nga mesatarja të gjitha kompanive që ne përfaqësojmë. Mendoj që si numër nuk është i dobët, është numër shumë i konsiderueshëm, por kjo nuk është gjenerimi i fitimit për punonjës, kjo është gjenerimi i produktivitetit gjithsesi që ka të bëjë me qarkullimin më shumë. Dhe vlerësoj që në rast të një intervenimi, të themi kirurgjik në sektorin e arsimit, mendoj që ky produktivitet do duhet të rritet, për shkak se vazhdojmë të prodhojmë kota të cilat nuk janë adekuat në raport me kërkesën e tregut të punës, sikur të intervenonin pak edhe në atë pjesë, mendoj që kjo vlerë do të rritet dhe do të shtohet, por gjithsesi nuk duhet të harrohet fakti që kompanitë tona janë promotori dhe generatori i çdo ekonomie dhe çdo lëvizje pozitive në vendin tonë. E dini, e kam potencuar në shumë raste ku kriza e COVID-19, të gjitha shtetet që kishin ekonomi dhe biznese të fuqishme e te kaluan më lehtë. Për fat keq konsulta më e madhe me biznesin nga ana e qeverisë është bërë në periudhën e Covidit. Në momentin që kriza u tejkalua, pastaj u mundua qeveria aso kohë që ta kthej avazin e vjetër që të jetë vesh i shurdhër ndaj kërkesave tona, por mendoj që ajo qasja është shumë e gabuar. Neve jemi koshient mbi vizionin dhe misionin e shumë partive të cilat qeverisin me shtetin, dhe normalisht që neve nuk duam të ndërhyjmë në vizionin e tyre, por duhet të luajmë rolin e korrektorit dhe këtë rol duhet të ruajmë me ngulm, për shkak se vlerësojmë që oda ekonomike e Maqedonisë Veriut, por edhe oda tjera natyrisht janë njohësit më të mirë të problemeve ekonomike dhe përballja jonë me konkurrencën e jashtme është rutinore, për shkak se çdo ditë neve përballemi me një konkurrencë me kompani të huaja dhe e dim më mirë se çfarë u jep atyre avantazhe dhe çfarë na jep neve disavantazh. Nëse një shtet mund të bëjë reforma, pse mos ne bëjmë edhe ne?
nëse Mali i Zi dhe Bosna dhe Hercegovina i ulin kontributet duke replikuar modelin të cilin ne si ODE kemi propozu, pse mos ta bëj edhe Maqedonia e Veriut? Do të propozoj që ta ndjekim një kronik sa i përket fuqisë punëtore të përgatitur nga kolegu Gazmend Kurtishi, dhe pastaj do të kthehemi pikërisht tek kjo temë që të mos e konsumojmë, pastaj do të hyjmë në detaje, pasi që është temë shumë e ndihshme për gjithë punësuarit në sektorin privat dhe për gjithë ekonominë. Propozoj që ndjekim kronik. Do të kisha thënë falë vetë mohimit dhe përkushtimit që krijojnë vetë kompanitë, është ky rezultat që po e numërojmë. Ndërsa në aspektin e klimës së përgjithshme, të asaj që duhet të ofroj shteti, hetohen lëvizje të vogla pozitive, por jo ndihma konkrete të cilat lidhen me ato që i përmendi pak më parë dhe kryeministri, që quhen infrastrukturë, që ne dim ta quajmë me emër dhe me emër. Rrugët fillimisht të hapen, pastaj mos flasim gjithmonë për gasifikimin e vendit i cili po bëhet që 10 vite, 11 u bën nga 14 deri tani që është përmendur, si dhe ajo që shpesh Oda jone ka kërkuar, rishqikimin e qasjes ndaj fuqisë punëtore. Ne si ODE kemi kërkuar që të ulen kontribut, gjithsesi të bëhet shteti participues në kontributet të cilat shtohen në vlerën e shtuar të rrogës punëtorit. Kjo direkt do të kishte ndikuar, kur kam folur për këtë problematik para 12 vitesh, ka qenë e pa kapshme, e pa arritshme për veshin e tyre, se si një biznesmen kërkon rritje rroge minimale. Kur bëshë lufta se si të ulen gjithmonë, ose gjithmonë tregoheshin me arshinat dyfisht. Kjo rezultoi me atë që fuqia punëtore jonë u largua. Dhe tash ne post festum po flasim për të njëjtën dukuri. Pa mund të bëjmë diçka. Po, mund të ndalim ose të motivojmë fuqinë e re punëtore e cila po na vjen. Fatkeqësisht po na vjen jo arsimuar sa duhet dhe si duhet, por megjithatë mungon në çdo aspekt. Dhe akoma më shumë do të mungoj nëse arrijmë në veshin e shurdhur prapë të qeveritarëve, të udhëheqësve të qeverive tona në vazhdimsi, të cilat po na përsëriten fatkeqësisht, duke mos pasur sens për atë se çka nënkupton ajo që ne alarmojmë sot. Nuk bëhet fjalë për diçka formale, nuk bëhet fjalë për loj fjalësh, por bëhet fjalë për esencë. Do thotë nëse ne e dim se sa është shporta e një familje, e cila duhet të ushqet nga një punëmarrës, i cili po trajtohet tash i dham shumë apo i dham pak. Është nonsens. Nuk duhet fare të mendojmë në atë drejtim a kemi rrogë minimale të betonuar, të cimentuar. Qeveria duhet mendoj se si mund të akceptoj rishtas këtë ofertë që po ja bën Oda ekonomike e Maqedonisë Veriut Perëndimore si lider në këtë drejtim, që gjithmonë ka ofruar bashkëpunim dhe që për çudinë e tyre kërkon rritje të rrogës minimale të punësuarve. Pra, unë mendoj se do t'i bindim me fakte, me argumente dhe mos merren me rajonin. Mjaftojnë problemet tona që i kemi ne. Kur shkojmë ke rajoni, le të shohin në rajon se çka po bën një Kosovë me një buxhet të tillë dhe me problemet që ka me infrastrukturën e saj brenda vendit vet. Ku jemi na dhe ku ishim dje. Këto janë ato që duhet ata të shohin, jo i dham shumë apo pak punëtori. Punëtori gjithmonë meriton më shumë. Nuk do mend që të gjithë jemi për rritjen e pagës minimale, po ajo që ka thënë ministri se jemi të parat në rritjen e vazhdueshme të pagës minimale, gjykoj që ministri nuk e ka thënë të vërtetën për faktin që po ne jemi të parat në rajon për rritjen e kostos së shpenzimeve të një familje 4 anëtarëse dhe realisht çdo muaj po shohim që familjet po përballojnë me një krizë të theksuar të mospasjes së mundësisë për të mbuluar shpenzimet elementare për jetesë. Në këtë drejtim është obligimi i shtetit realisht që të siguroj rritjen e pagës minimale. Sektori i biznesit në vazhdimësi ka shprehur gatishmërinë për të mbështetur rritjen e pagës minimale, sigurisht shoqëruar dhe me rritjen e produktivitetit të punësuarve në sektorin privat. Po gjithsesi produktiviteti duhet shoqëruar edhe në sektorin publik, sepse është sektori i cili
absorbon më së shumti të hyrat në emër të taksave nga sektori privat për paga, për shpenzimet e tjera dhe që realisht nuk gjeneron asgjë në emër të fitimit. Kështu që jam pro rritjes së pagës minimale, sigurisht në suaza të kornizës ligjore, por gjithherë duke marrë edhe mbështetjen e sektorit privat, po sigurisht që qeveria ka për obligim që të sigurojë mbarvaqjen e implementimit të legjislaturës ligjore, por ama asnjëherë nuk duhet të vazhdoj edhe më tej ta përdor si alibi për mos funksionaliteti, respektivisht mos aftësinë e implementimit të politikave të saj. Realisht sfida kryesore e sektorit privat ngjerret mungesa e fuqisë punëtore dhe besoj që ka nevojë për një modifikim të strategjisë në sektorin arsimor. Të mos detyrojmë që të gjithë nxënësit detyrimisht të përfundojnë shkollën e mesme, sepse është pikërisht stadi jetësor ku kompanitë në një farë forme mund të absorbojnë ose të përgatisin fuqi të re punëtore në sektor të ndryshëm. Dhe në këtë drejtim, mungesa e fuqisë punëtore në të ardhmen do vërret edhe më tepër. E kjo sigurisht që kërkon një ndërhyrje tjetër nga ana e shtetit me hapjen e tregut të punës, me sigurimin e fuqisë punëtore nga jashtë. Tërheqja ose sjellja punëtorëve nga Bangladeshi, nga India, kështu me radhë ndoshta u tregua e pasuksesshme, por megjithatë kemi vende të tjera në rajon, mbase nga Kosova ose nga vendet e tjera ku ne mund të absorbojmë fuqi punëtore, por gjithsesi rritja e pagës minimale dhe pagës mesatare do jenë faktor determinues për atë nëse ne do jemi në gjendje të sigurojmë fuqi punëtore adekuate dhe të kualifikuar, apo do gjejmë fuqi e cila do pretendojë që di gjithçka dhe në fund të mos i shërbejë as pak sektorit privat. Zoti Zeqiri, ishin dy deklarata nga afaristë dhe nga një profesor universitar apo ekonomist i dalluar në vendin tonë, zotëria Lili. Dy thekse të veçantë, kërkojmë rritje të pagës minimale me kusht që të ulen kontributet dhe tjetra ishte që paga minimale të rritet në bazë të produktivitetit, ajo që ju e cekët pak më herë që produktiviteti ka filluar që të shënoj ngritje. Spari, t'ju falenderoj juve që më dhat mundësinë që s'paku në këtë formë të jem në të njëjtin emision me dy zotërinj shumë të respektuar nga ana ime. Zoti Menderes Kuqi, njohës i mirë i politikave makroekonomike, afarist i shquar në vend, e dini ka qenë kryetari i Odës në një periudhë shumë të vështirë për biznesin shqiptar, ndërka që Arben Halili, drejtori ekzekutiv i Odës, profesor universitar dhe vazhdon të jetë kryetar i grupacionit të bujqësisë dhe zhvillimit rural në Odën ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Nuk kam këtu çfarë të kontestoj, po se ti bashkangjitem fjalëve që ata i thanë, për shkak se neve vim nga një institucion parimisht dhe kemi qëndrime të unifikuara, por është e vërtet ajo që u tha dhe nga zoti Menderesi që kontributet i kemi shumë të larta dhe na bëjnë jo konkurrues në raport me kompanitë e vendeve tjera. Unë flas gjithnjë tani, po flas në pjesën e degëzuar të ekonomisë gjithsesi të kompanitë, por edhe në plan makro nëse shihet, kur kontributet në një vend apo taksat janë shumë të larta, atëherë i bie që konkurrentshmëria dëmtohet ose nëse duam që të qëndrojmë në treg, do duhet të ulim cilësinë e shërbimeve dhe produkteve. Kjo ndërlidhet me atë që e thash edhe në fillim. Mendoj që qeveritë, cilat do të qofshin ato, dhe të udhëhequra nga cili do të qoftë, duhet ta kuptojnë një gjë që neve duhet të unifikohemi spaku me një mesatare të regionit sa i përket kornizave ligjore dhe nivelit të taksave të tatimeve të cilat kompanitë tona përballen. Nuk mund pajtohem plotësisht, nuk mund ende të thirremi në se do të gasifikohet i tërë shteti jonë, ndërka që ka vite të tëra të cilat neve nuk e shijojmë. E dinë që kemi zona ekonomike të vetë krijuara nga vetë bizneset tona, të cilat nuk kanë kanalizim dhe nuk kanë ndryshim rrugore, nuk kanë as asfalt ashtu siç duhet të kenë, ndërka që përsëri duhet ta përmend zonën e Vizbegut, ku merr pjesë në GDP-n e vendit me mbi 7%. Pra është zona më e fuqishme në Maqedoninë e Veriut, por përsëri e njëjta nuk zon as të drejtat elementare, nuk po tham ndonjë beneficion apo ndonjë të themi ndonjë shtytje nga ana e shtetit.
kemi aty edhe kompani prodhuese shumë të fuqishme të cilat po e promovojnë dhe janë ambasador të maqenisë së veriut në gjithë globin, por ja që të njëjtit nuk kanë as kushtet elementare për të vepruar. Dhe natyrisht që biznesi është shumë fleksibil dhe mundohet çdo herë të mbijetojë. Bizneset çdo herë kërkojnë kushte më të mira dhe shohin mundësitë për të gjetur ndonjë hapësirë diku tjetër për të vepruar më lirshëm dhe më mirë. Ndërkaq përsëri më befasoi fakti që deklarata e Arbenit faktikisht nuk më befasoi, por më gëzoi që deklarata e Arben Halilit u përputh me atë që e thashë edhe më herët. Duhet reforma të bëhen në sistemin arsimor me qëllim që të jemi në një vijë me atë se çfarë kërkon të themi tregu oral. Do të kisha dashur të bëj një ndërlidhje me atë që u potencua dhe ana e qeverisë dhe e shtetit. Shikoni, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore në vitin 2024 prezantoi platformën e saj për zhvillim ekonomik. E dini, ishin zgjedhjet parlamentare dhe ne si Odë morëm përsipër që tu dalim bizneseve në krah, por gjithashtu edhe kandidatët që ishin për ta formsuar qeverinë, me qëllim që të mos e kenë edhe ata dhe shumë dert programin ekonomik, për shkak se ka eksperta nga ana e Odave të cilët i njohin çështjet më mirë dhe u japin të gatshme. Duhet të jemi korrekt, partia e parë e qeverisë që mori më shumë vota, mori një pjesë të konsiderueshme të kërkesave tona, implementoi në platformën e tyre, ndërkaq partneri i dytë, gjithsesi koalicioni i dytë apo vlen, e implementoi në platformën e tyre 100% platformën tonë. Pra, gjithçka që kishim ne në platformën tonë diku mbi 101 kërkesa konkrete ekonomike, ato që të gjitha u futën në programin e tyre. Jemi koshient për trazgjerat, për turbulencat që ndodhin gjatë qeverisës dhe për problematikat të cilat janë të paparashikueshme dhe që paraqiten në momentin që merret timoni i qeverisë. Mirë, po neve jemi koshient, por edhe ata duhet të jenë koshient që Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore është një institucion serioz. Numrat të cilat u potencuan nga zoti Nuhi Aliu në gjatë fjalimit të tij në ngjarjen e Top 100, por edhe ato që gjenden në katalogun Top 100 tregojnë që vetëm 100 kompani tona kanë 1.7 miliard euro xhiro vjetore. Pra jemi pjesë cerebrale e këtij shteti, pra jemi element jetik për mbijetesën e këtij shteti në planin ekonomik. Edhe mendoj që odat ekonomike në përgjithësi duhet të merren me seriozitet, sidomos ata, siç është puna e OMVP-s, ku ne jemi shumë aktiv dhe jemi prezent në terren dhe në për institucione, dhe të merren parasysh kërkesat tona. Është shumë shqetësuese fakti e potencoi edhe zoti Menderesi, fakti i kontributeve shumë të larta. Nuk duhet të lehet hapësirë kompanive të huaja të vinë të pushtojnë tregun tonë për shkak se shteti jam i tyre i ka kontributet më të ulta. E dini që me një rajonalizim eventual apo me integrimin e Bashkimit Evropian, fuqia punëtore e Maqedonisë së Veriut do të zbrazet e gjitha në rast se kompanitë tona nuk i rrisin pagat. E potencoi edhe Menderesi, është paradoksi, unë kështu e quaj, paradoksi i OMVP-s. Në gjithë botën bizneset kërkojnë që të ulen pagat, vetëm bizneset OMVP-s kërkojnë që të rriten pagat, për shkak se duam t'i trajtojmë punonësit tonë më mirë se që trajtohen, por duhet pasur parasysh edhe kostot tjera operative të cilat kompanitë i kanë. Më e larta për post energjetikës është, e dini që është edhe pjesa e kontributeve, ku paguajmë 48% për pagën minimale, ndërkaq për një pagë 1.000 euro neto paguajmë 52%. Më thoni mu, në rast se bien kufit për shkak të një integrimi eventual në Bashkimin Evropian apo ndonjë integrim rajonal, pse kompanitë tona mos t'i hapin qendrat e tyre në Han Telezit apo në Kaçanik apo në Ferizaj? Pse? Kur ata kanë kontribute shumë më të ulta. Dhe kjo është një rrezik të cilin neve nuk kemi kuptuar edhe si shtet edhe si shoqëri, por jemi të themi indiferent ndaj marrjes së masave kundrejt këtij segmenti negativ që korniza ligjore jone ka. Andaj mendoj që ato që u parashtruan dhe që u thanë nga dy parafolësit, mendoj nga zoti Menderes Kuqi dhe zoti Arben Halili, janë më se më vend
institucionet duhet të tregojnë serioze, qeveria duhet të tregohet serioze, për shkak se qeverit ndrohen, mirë po shteti ngel dhe në rast se nuk kemi përgjegjësinë ndaj shtetit, mendoj që ardhmëria jona është shumë e palakmueshme. Por të mos lanë si të mirë qenë ato që cekët ju më herët sa i përket programit apo përfshirjen e programit të odës ekonomike veri perëndimore në platformat politike të pozitës së tashme, qoftë në blokun Maqedonas apo në blokun shqiptar që që ka qenë 100% e përfshime, po edhe të partneri Maqedonas kanë qenë pikat përbashkëta të programit juaj të cilët ata kanë marrë që t'i realizojnë. Ka fillu diçka të realizohet nga ato projekte, cilat janë disa pika kryesore që pritet përfundojnë dhe që realisht do ta ndihmojnë biznesin, pasi që ne e dimë se projekte qeveritare ekziston edhe rruga Shkup-Blac, mirë po ka kohë që nuk është bërë që do t'u lehtësonte bizneseve shumë pjesën e eksportit apo qoftë edhe import. Përsëri duhet jem korrekt. Ka qenë insistimi ynë, e dini ju si gazetar na keni intervistuar shpesh për punën e rrugës Shkup-Blac. Ka qenë insistimi ynë i kahmotshëm. Për herë të parë futet në buxhetin, në propozim buxhetin, e dini propozim buxheti i vitit 2026 doli dhe për herë të parë është e integruar si pjesë buxhetore për ndërtimin e së njëjtës. E dini që rruga apo koridori 10D janë koridore të cilat janë shumë të rëndësishme për biznesin në përgjithësi, e sidomos për pjesën të themi perëndimore të Maqedonisë, për shkak se mos pasja një infrastrukture të mirë, adekuate dhe të shpejtë i penalizon edhe në planin ekonomik. Dhe e dini që pjesa më vitale e shtetit me rini, më së tepër me rini dhe me një mesatare të moshës më të ulët, është pikërisht pjesa perëndimore e shtetit dhe ata janë ata të cilët janë të lënë pas dore dhe nuk kanë ndonjë ndërlidhje infrastrukturore me kryeqytetin dhe me shtetet përreth. Mendoj që edhe puna e vazhdueshme e korridorit 8 është një sukses, të cilin që të gjithë do ta shfrytëzojnë dhe do ta gëzojnë. Mirëpo është duke u zbatuar në këtë qeveri. Nuk jam avokat i kësaj qeverie. Pikat e tjera çfarë keni përfshirë, pasi që kam dëshirë që të jam shumë transparent. Në plan buxhetor ka ekzistuar edhe rruga Kërçov-Ohër që akoma vazhdojnë të paguhen penale. E vërtetë. Mund të ekziston edhe autostrada Shkup-Blac dhe korridori 8 dhe 10, mirë po nuk i dihet sa do zgjaten këto dhe pastaj nuk mund të drejtohet një fajtor do duhet të përfshihen gjitha palët që kanë kontribuar për realizimin apo përfshirjen e atyre pikave programore. Në aspekt legislativ, çka ka kërkuar oda ekonomike nga qeveria që të bëjnë bizneset punë më të lehtë? Kemi kërkuar, kjo është kërkesë e kahmotshme dhe besoj që kemi ardhur në një konkluzë dhe në praktikë kemi duke e ndjerë. Kemi kërkuar që ligjet që kanë të bëjnë me aspektin ekonomik të vendit, para se të dalin në votim apo para se të dorëzohet drafti i parë, të krijojnë grupe punuese ku odat ekonomike të jenë pjesë e tyre. Kemi shumë ligje në të cilat tani më jemi pjesë apo jemi koshient dhe jemi të njoftuar se do të ketë lëvizje në atë drejtim. Kësaj radhe kemi më të lehtë për shkak se edhe në takim me kryetarin e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut u morën vesh që kjo të ndodhë dhe është duke ndodhur. Kjo është sa i përket saj. Më intrigove me çështjen e autostradës Shkup-Blac. Këta duhet ta kuptojnë një herë mirë. Partnerin më të mirë të tregtisë kemi Kosovën, Republikën e Kosovës. I kemi 460 milion euro eksport atje dhe importojmë dikun nga 90 deri në 100 milion euro varësisht nga viti. Kjo tregon që shtetin me të cilin kompanitë tona vendasin, nuk po flas për investimet të huaja që i kemi në për zonat zhvillimore teknologjike industriale, po flas për kompanitë që janë autoktone të vendit, atje eksportojmë pjesën më të madhe. Dhe ajo është ajo që e mban ekonominë tonë. Dhe nëse ne nuk jemi të themi të thirrur nga logjika dhe nga prizmi i kalkulimeve të sakta, unë mendoj që mos ndërtimi i kësaj rruge është një vetvrasje ekonomike dhe mendoj që ky trend i rritjes së ekonomisë kosovare në raport me trendin e rritjes së ekonomisë së Maqedonisë, mendoj që është i rrezikshëm në rast se neve nuk marrim hapa konkret në përmirësimin e infrastrukturës. E dini që infrastruktura nuk jep vetëm qasje të lirë të qarkullimit, e përshpejton kohën e bizneseve. Në biznes kohën shumë e rëndësishme. Dhe mendoj që në rast të mos një realizimi të këtyre projekteve kyçe të themi për vendin tonë, oda ekonomike si çdo herë do të jetë e zëshme dhe do të reagon ashpër kundër çdo institucioni përkatës. Mirë po, më pyetet edhe për pjesën e legjislacionit, neve kemi pas në platformën tonë edhe një kapitull për legjislacionin. Ne vlerësojmë që
duhet të bëhet fuqizimi i shtetit të së drejtës, institucioneve, pavarësimit definitiv të pushtetit legislativ, të themi gjithësisht të gjykatave dhe të prokurorisë, me qëllim që të krijohet edhe një klimë më e rehatshme, më e favorshme për biznes, për shkak se institucionet e legjislacionit, gjithësisht gjykatat, kur janë më aktive dhe më efektive në treg, duke qenë të pa anshme, u mundsojnë edhe bizneseve të reja të kyçen në treg. Dhe në rast të ndonjë padrejtësie që u bëhet, institucionet përkatëse do të marrin mas. Kemi kërkuar që e dini rastin 2023 kur kërkonim që mos të sjellet tatimi solidar, e ankimuam në gjykatën kushtetuese dhe fituam ngjarjen. Nuk duam që të përsëriten ngjarje të tilla, por në rast se shteti bën ndonjë shkelje karsh i biznesit, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore, duke u nisur nga ajo se sa i njoft Këshillin Drejtues dhe Kryesinë e Odës, jemi të bindur që nuk do të qëndrojë heshtur dhe do të reagoj ashpër kundër padrejtësive që u bën biznesit, për shkak se e dini që një bizneset e fuqishme në një vend nënkupton që ka mirëqenie më të lartë të qytetarëve në përgjithësi. Zotri Zeqiri, e përmendët uljet kontributeve, mirë po nga ana tjetër, qeveria po subvencionon bizneset në mënyrë, mos të themi më shumë se sa ndoshta në një vend të rajonit, siç ndihmon bizneset në vendin tonë nëpërmjet kredive me norma të ulta të interesit, e që një pjesë të normave të interesit do ta paguajnë vetë kompanitë, një pjesë tjetër do të mbulohet nga taksat e qytetarëve dhe nga kontributet e tyre. A do të ishin mundur që të ridestinohen këto mjete për ndoshta subvencionim të kontributeve me qëllim që të rritet paga minimale në një shifër më të lartë? Shikoni, normat e larta të interesit me të cilat borxhet e jashtme vinë, e dini që janë një prej indikatorëve, po një prej faktorëve që e fusin apo e rrisin deficitin buxhetor të vendeve, dhe Maqedonia nuk është një përjashtim, por është një prej rasteve më konkrete. Dua ta bëj vetëm një sqarim për publikun, është e saktë ajo që the që një pjesë do ta kthejnë qytetarët, një pjesë bizneset, por bizneset do e kthejnë pjesën e kredit që ata e marrin. Ndërkaq për qytetarët do të jetë kredia apo interesit të cilën komunat përkatëse të qytetarëve do ta marrin. Pra, si komuna do të marrin kredi dhe atë interes do duhet ta paguajnë apo ta shlyejnë qytetarët e atyre komunave. Kjo është më se korrekte të thuhet, për shkak se nuk duhet të njolloset që biznesi merr para në kurriz të qytetarëve. Kjo nuk është e vërtetë. Mund të jetë e kundërta, mirë po kjo nuk është e vërtetë. Po çfarë duhet të them? A do të ishin mundur të destinohen për subvencionim të kontributeve, konkretisht, ato mjetë? Unë mendoj që nuk ka nevojë për subvencionim të kontributeve të merret kredi, sinqerisht gazme. Jo kredi. Në vend se të destinohen për bizneset, huamarrjet ndaj biznesit me një interes shumë të ulët, të destinohen për rritje të pagës minimale duke u ulur kontributet në mënyrë që qytetarët sigurisht pastaj nëpërmjet taksave do t'i shlyejnë ata kontribut. E vërtetë është, kjo është principi që ne e kërkojmë. Sikur të rritet paga neto, do të rritet konsumi i qytetarëve. Me rritjen e konsumit të qytetarëve përmes TVSH-s do të kemi të hyra në buxhetin shtetëror edhe më tepër se ç'kemi pas. Pra, kur qytetarët, kjo është 101 që i thojnë, pra është abeceda e çdo ekonomie, pra kur ka taksa të larta dhe kur ka të hyra të vogla, qytetarët kursejnë, për shkak se nuk kanë se si t'ia dalin. Në momentin që ti qytetarëve u jep më tepër para, ata do të shpenzojnë më tepër dhe kështu gjallërohet e gjithë ekonomia, dhe kush është përfituesi përfundimtar i gjithë kësaj, është vetë shteti, pra arka shtetërore të themi fryhet më tepër dhe pastaj shteti ka hapësirë më tepër buxhetore për të bërë investime kështu me radhë. Pra është një zinxhir i cili një cikël i cili nuk përfundon asnjëherë. Nuk do kisha thënë që të ridestinohen paratë e kredisë hungareze për këtë pjesë, por paratë e kredisë hungareze duhet të ridestinohen për investime në raste të njëjtat nuk shfrytëzohen për qëllimin të cilën janë paraparë. Mendoj që Maqedonia e Veriut ka shumë projekte të cilat nuk i ka realizuar asnjëherë më parë, të cilat mund të realizohen, dhe besoni që do dalë pak ndoshta prej sferës ekonomike, po sigur ato mjete të shfrytëzohen për përmirësimin e ndotjes së ajrit, të jeni të bindur që çdo biznes dhe çdo qytetar do të jetë i lumtur që e paguan atë borxh, por vetëm të ketë një të mirë publike të cilën e shijojnë edhe vetë. E dini që kur
kur vje sezona e dimnit, ka një ndotje e lartë. Neve kemi informacione të sakta në këtë pikë, për shkak se kemi ardhur në konkluzion që një hise të madhe të vendimit për egzodin apo për ikjen e të rinjve të fuqisë punëtore nga Maqedonia e Veriut nuk janë më vetëm pagat, është edhe ndotja, edhe pasiguria, edhe nuk është në numër apo në përqindje më të lartë se sa për kushtet elementare për jetesë apo mbulimin e shpenzimeve të jetës. Po shikoni, mund të themi 1/10 mund të jetë raporti nëse një ik për shkak të ajrit të ndotur, 10 do të ikin për shkak të pagës apo për shkak të elementare. Besoni që e vërtetë është kjo që thuati, por besoni që kur mbledhen që të gjitha e bëjnë vendimin që është shumë i trashë, i vendim të mirë dhe të del njëri nga vendi i tij. Por kur grumbullon që të gjitha elementet, për shkak se e dini që tani më nuk janë duke ikur vetëm shtresa me të hyra më të ulta. E dini që janë duke ikur edhe ekspertë të fushave të ndryshme. E dini që njerëz që janë të etabluar si profesionistë, ju e shihni që mjekët më të mirë nga Maqedonia e Veriut të cilët kanë pasur të hyra shumë të larta ikin. Po çfarë duhet të them se projektet infrastrukturore të vendit tonë, gasifikimi që potencuam më herët, autostradat që lidhin vendin tonë me shtetet me të cilat kemi suficit tregtar, janë nga prioritetet kryesore të vendit të cilat i ka. Dhe në rast se këto mjetet të kredisë hungareze nuk janë shfrytzuar, atëherë vlerësoj që duhet të ridestinohen dhe të realokohen për projekte që janë të mira edhe në plan afat shkurt, edhe afat mesëm, edhe afat gjatë, siç janë autostrada dhe infrastruktura, qofshin ato hekurudhore e kështu me radhë. Por neve duhet të krijojmë strukturë ekonomike të pasur dhe të mirë, që mos të shfrytëzohemi vetëm si korridor nga shtetet tjera, por të jemi determinues të trendeve ekonomike në rajon, për shkak se e dini rajoni nuk janë ekonomi super fuqi siç janë ato shtetet e Evropës perëndimore. Mendoj që me një seri të masave adekuate ekonomike mund t'i bëjmë ballë shteteve në rajon. Çka na mungon, zoti Zeqiri? Apo na mungon një det, apo na mungon kapaciteti i fuqisë punëtore, apo na mungojnë projektet në letër që nuk po realizohen, pasi që e cekët edhe vetë, pjesë të shumë projekteve ndoshta janë në pjesë të planeve dhe programeve të shumë kompanive. Këtu fajtor, situata është e dëmshme si për njërën si për tjetrën palë kur e vëmë në raport kompanit me qytetarët, pasi që edhe kompanit planet e tyre nëse bëjnë një biznes plan për 10 vite të ardhshme dhe nga mos realizimi disa projekteve qeveritare, qoftë infrastrukturore, energjetik, kyçe gazifikim apo diçka tjetër, do të mund stagnoj planin e tyre dhe në të ardhmen ndoshta do të jetë detyruar që gjej dikun për tulur kostot oportun. Po. Do e marr të drejtë ta citoj një pjesë nga fjalimi i disa prej kryeshtetasve të vendit. Unë jam pjesë e Këshillit Nacional si odë ekonomike gjithnjë flas, e Këshillit Nacional për Eurointegrime dhe marr pjesë në për takimet mujore që mbahen në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, dhe presidentja e shtetit ishte pjesë e mbledhjes së kaluar dhe potencoi që partitë të cilat nuk kanë ideal, nuk qëndrojnë shumë gjatë në skenën politike apo nuk qëndrojnë shumë gjatë në pushtet, duke aluduar në partinë tjetër konkurrente të tyre që ju nënshkruat marrëveshjen e Përzhinës dhe të Prespës dhe përfunduat tani në opozit, por më duhet të them që shtetit ton i mungon edhe sakrifica apo sakrifikimi politik që duhet ta bëjnë shtetasit. Ju e dini që ma sakrificë që i kushtoi dalje në opozit, Maqedonia e Veriut tani është shtetase e NATO-s dhe këtë ne nuk duhet ta mohojmë në asnjë moment. Por kjo tregon që neve si shtet nuk e kemi, apo të themi krerët e shtetit, nuk e kemi për traditë që të sakrifikojmë diçka më tepër, qoftë edhe reputacionin apo edhe humbjen e zgjedhjeve në të mirë të qytetarëve. Shikoni, qytetarët në plan afatshkurt ndoshta mund t'ju penalizojnë, por në plan afatgjatë kur të fillojnë të shijojnë ato të mirat që vijnë nga eurointegrimit dhe integrimi në NATO, mendoj që do ta kuptojnë edhe më të lehtë, se sikur mos ishte ashtu, do të kishin qenë në ndonjë situatë tjetër. E potencuat ju koston oportune, duhet të vendosemi, a e duam të mirën e shtetit dhe mirëqenies së qytetarëve, apo duam karrierë politike. Dhe në rast se duam njërën, tjetra do duhet eliminohet. Kjo është principi i Kosovës
oportune që e potencuat ju. Andaj vlerësoj që shteti edhe tek kontributet, edhe tek projektet të cilat janë në letëre që nuk zbatohen, mendoj që elementi kyç që e bën këtë fenomen të paraqitet në vendin tonë është pikërisht mos pasja e vullnetit për të sakrifikuar ndoshta edhe karrierën për të çuar një proces në vend dhe për të realizuar. E dini, unë kam thënë shpesh që jemi kushtent që prekja apo zvoglimi i të themi kontributeve është një lëvizje tektonike. Jo se është shumë e rrezikshme. Po a dini pse është tektonike kjo? Është për vetëm një arsye. Institucionet nuk duan të aprishin rahatsinë e tyre se kërkush nuk i pyet ku i keni çu parat. Askush hiç. A ka ndonjë institucion që ka dalë me ndonjë analist të themi komunat e Maqedonisë së Veriut kanë shpenzuar kaç, ndërkëse neve nuk kemi një gosht të vendosur në rrugë. Si ka mundësi që për 4 vite një institucion publik thotë se kemi shpenzuar për investime kapitale 462 milion euro, ndërkëse neve nuk e shohim asnjë gosht të vendosur dikon. Dhe kjo është problemi. E çfarë bëjmë ne? Ne e harxojmë buxhetin, e shpenzojmë si dojmë, mirë po do e plotësojmë me kontributin, ndërkëse ne kur kërkojmë që të ulin kontributet, jo më falni nuk keni drejt. Jo kemi shumë drejt. Por duhet të ketë transparencë dhe llogaridhënie nga institucionet. Ju e dini që kompanitë publike të cilat janë në pronësi të shtetit janë humsit më të mëdhej. Në nivel vjetor i kushtojnë buxhetit të shtetit mbi 130 milion euro. Si ka mundësi që kjo mos rregullohet? Si? Ndërkëse nëse bëhet analizë, pagat më të mëdha që jepen janë në këto kompani që kanë humbje më të mëdha. E dini që në vitin e kaluar nuk dua të potencoj për shkak se dua të jem korrekt. Në 3 mujorin e parë kemi pasur 30 milion euro humbje vetëm në një kompani. Pra është 3 mujori i parë, nuk po flasim për gjithë vitin. Edhe ato dhëna nuk publikohen. Pse nuk dalin qeveria të i publikojnë ato? E keni diskutuar këtë me partnerët e kemi diskutuar. Edhe besoni që jemi ndonjëherë na vjen bindja që më mirë është të privatizohen, të shiten, po s'paku të kenë ndonjë produkt apo ndonjë shërbim të mirë nga ato institucione, sesa kështu të vazhdoj biznesi dhe qytetarët të mbulojnë ato grupat të cilat ato i gjenerojnë. Si do të mbulon shteti, zoti Zeqiri, kur kemi pjesën më të madhe të buxhetit të vitit të ardhshëm 1.9 miliard euro që do të shkojnë për pension dhe fondin pensional, dikon 854 milion euro do të shkojnë vetëm për rrogat, që është 7% më shumë se sa vitin e kaluar, dhe pjesa e mbulimit të borxheve, qoftë nga bankat botërore, qoftë nga kredite ndryshme të cilat shteti merr nga shtetet tjera, mbesin dikun duket as 1,5 miliard apo 2 miliard për funksionu, për të bërë projekte kapitale dhe për të bërë ngritje apo zhvillim ekonomik. Po nuk është vetëm kjo. Unë nuk duhet ashtu të potencoj ministri dhe resoret të ndryshme që kanë me 100 miliona euro borxhe. Pra, neve jemi në një situatë që duhet të reflektojmë shumë seriozisht, edhe duhet që biznesi do duhet të mbulon grupat buxhetore. Ne jemi shumë dakord me këtë, por jepi hapësirë biznesit të zhvillohet. Nuk mundet në vitin 2016 të kemi 81.000 kompani aktive në vend, tani kemi rënë në 80.000, jemi në 79.000, 78.000. Po kjo është një indikator shumë negativ. Kjo tregon që numri kompanive po bie. Kjo tregon që nuk ka klimë dhe shumë të mirë të ekonomisë. Shpresoj që qeveria që është tani në pushtet të merr masa konkrete. Gjithashtu, ju e dini një problem tjetër. Krijohen tender, hapen tender dhe i marrin kompanitë e huaja të cilën ekspertizë e posedojnë edhe kompanitë tona. Pse ti i shpenzojmë parat tona jashtë vendit? Pra mund të integrojmë edhe kompanitë të themi të ndërtimit të ulët dhe atij infrastrukturor dhe të urbanizmit, të integrojmë edhe kompanitë tona. Pra që mjetet financiare të vendit të kthejnë këtu. Neve kemi kërkuar nga qeveria aktuale, por edhe nga opozita, derisa ishim në prezantim të platformës tonë gjatë vitit të kaluar. Që i vje para zgjedhjeve. Para zgjedhjeve, po. Që të punohet fuqishëm drejt funksionalizimit të shtetit së drejtës, e thash edhe më herët. Nuk mundet dikush të keq përdor,
të fut kompanitë publike në minus të skajshëm dhe pastaj nga ty të bëhet ministër. Kjo praktik duhet harrohet. Nuk mundet me në mos suksesin dhe dështimin tash problem. Mendoj, është bindje ime personale, po jemi vetëm vend në botë ndoshta që e bëjmë këtë. Nuk njoh ndonjë rast. Pra, merr kompaninë publike, e menaxhon për disa vite, e zhyt në borxhe të majme dhe pastaj nga aty bëhet ministër. Është problem. Po kjo është skandaloze është kjo dhe më vjen keq që mediat nuk e shpërfaqin këtë. Jemi shumë të fokusuar në elemente të cilat janë të rëndësishme, nuk them, por ekonomia është pjesa kryesore e çdo qytetari sa i përket mirëqenies së tij. Dhe neve duhet të informojmë edhe masën që edhe të di të selektoj se cila është e mirë për të dhe cila është e keqe, cili vendim ka reperkusione dhe cila ka beneficione për të mirën e tij. Andaj mendoj që kërkesa jonë e kam moçme të cilën e kam pranuar që të dyja palët është që të vendoset sistemi i meritokracisë dhe i llogaridhënies së menaxherëve të institucioneve publike. Dhe kjo duhet të fillojë të implementohet. E merr institucionin, e sheh që nuk mundesh, jep dorëheqje për shkak se ka njerëz më të zotë dhe më të zgjuar se ti. Ju e dini që një shtet fqin nuk duhet ta përmend qeverinë, nuk duhet të tingëlloj sikur me anime politike, por çfarë bëri qytetarin e vet i cili jetonte në Mërgat, që ka punuar në telekomin e atij shtetit shumë të zhvilluar, ka qenë drejtori i telekomit i Finlandës, e ka marrë ka sill në shtetin e vet, lutem me jam menaxhoje dhe për herë të parë në histori të atij institucionit ajo kompani publike del me fitim pozitiv, me bilans pozitiv. Kemi njerëz shumë të shquar, por për fat të ketë gjithçka është kalkulim politik dhe kjo është duke i penalizuar edhe bizneset. Madje djen në rastin Top 100 këtë duhet ta them, kishte pasur edhe disa nga gazetarët të cilët kishin publikuar statuse në rrjetet e tyre sociale, që gjoja bizneset tona janë ofruar shumë me qeverinë. Dhe unë ju garantoj një gjë. Cili është raporti juaj sot me zotrin Mickovskën, zoti Zeqiri? E flasim jo personalisht, individualisht i juaj, flasim si institucion, Odë Ekonomike e Maqedonisë Perëndimore dhe personi apo kryeministri i vendit Kristian Mickovski. Po flas në plan ekonomik, nuk po flas në diçka tjetër, jam i thirrur të flas në plan ekonomik. Në vitin 2024, kompanive tona nga qeveria e kaluar, pra që nga viti 2023, nuk u ishte kthyer TVSH-ja. Dhe kishim vetëm një kompani të vetme kemi pas diku 1.8 milion euro që ka pritur TVSH t'i kthejnë. Mos flas për vlerën totale të antarësisë tonë. Dhe besoni që kur u takuam me kryeministrin, i kërkuam që e kemi këtë problem në momentin që ju, nëse fitoni zgjedhjet, të ne zgjidhni këtë problem, problemi është zgjidhur diku për 70%, mos them 100%, se jo të gjitha kompanitë e kanë kthimin e mjeteve në mënyrë shumë efikase, por së paku bëhet një farkthimi. Dhe e tregova edhe më herët, rezultatet, rritja e neto fitimit për 30%, nuk tham që është merit plotësisht e qeverisë, por kjo tregon që ka një klim pak më të mirë dhe stabilitet, sidomos tani me zgjedhjet. Që të gjithë këto kur i marrim një përfundim janë në dobi të kompanive. Po mund të themi që i bie se përsëri shumica apo masa e qytetarëve nuk do të jenë të prekur nga këto të mira. Pasi që kur po don Odë Ekonomike apo kushtimisht thon bizneset të rrisin pagën minimale, po kërkojnë ndihmë nga qeveria për të ulë kontributet. Ja. Ato të reinvestojnë ato mjete nga TVSH-ja, nga këto të hyra, nga këto të mirat e qeverisë në rritjet pagës pavarësisht se sa e lejon Enti statistikor na tregon që nga viti 2021 e kthej pagat më të mëdha në sektorin privat. Kjo është evident. Punësimi më i madh i numrit të punësuarve është në sektorin privat. Dhe sektori privat është duke e bërë pjesën e saj dhe dini që pagat tani më në sektorin privat janë rritur skajshmërisht në raport me atë të sektorit publik, për shkak se edhe mundësitë për rritje në karrierë në sektorin privat janë shumë më të mëdha. Neve kërkojmë ndihmë apo mbështetje nga institucioni me qëllim që të rritet produktiviteti. Shiko, neve kur kërkojmë si kompani që të ulen kontributet dhe të zhvillohemi ekonomikisht, edhe ai punonjësi në qeveri atje që është në sektorin publik, edhe atij do t'i rritet paga. Për shkak se ai punonjësi që pret në rend të hyjë në punë në institucion,
pagën prej ku e merr. Unë para 5 minutave e elaborova që kompanitë publike nuk gjenerojnë fitim, nuk i sjellin shtetit asnjë të mirë. Pra gjithë ky buxhet plotësohet nga sektori privat, edhe nga taksat e qytetarëve. Qytetarët të cilët janë 70% të punësuar në sektorin privat. Nuk kemi ekonomi decentralizuar, nuk kemi ekonomi centralizuar që shteti do të menaxhojë me gjitha. Po e ke parasysh çfarë duhet të them? Përsëri neve na duhet ekonomi më e fuqishme, biznese më të fuqishme që të ketë shtet më të fuqishëm. Dhe normalisht institucionet duhet të jenë jo selektive, duhet të zbatojnë ligjet në mënyrë parimore dhe të mos jenë selektiv ndaj dikujt dhe ndaj dikujt tjetër të mbyllin syt. Natyrisht neve unë tregova, është paradoks, është oda e vetme mendoj që në rajon që kërkon të ulet konkurrencë jo lojale të formalizohen bizneset. Për shkak se neve kemi edhe biznese në Maqedoni që janë shumë të jo formale dhe bëjnë dëm sipari ndaj shtetit, pastaj ndaj qytetarëve. Andaj në këtë pikë mendoj që duhet të sulmohen këto pika të dobta nga ana e qeverisë në bashkëpunim me odën ekonomike dhe të hapen mundësi të reja për vende të reja të punës. Më lejo të elaboroj. E dini që në zonat zhvillimore teknologjike industriale, kompanitë e huaja që futen në Maqedoninë e Veriut nuk paguajnë 10 vite tatim fitim, nuk paguajnë disa raste ka edhe ulje të kontributeve. Kontributet nuk i paguajnë, ju subvencionohet gjithçka, pra dhe infrastruktura, gjithçka ju jepet edhe ata pastaj në fund gjithë atë fitimin e tyre e kthejnë në shtetin e tyre am, ndërkaq çfarë ju ka dhënë shteti kompanive tona? Më tregoni. Për pos drejtave elementare. Një kompani që i jepet ndonjë grant i huaj, i PARD apo IPA, ajo është grant i huaj, nuk është i shtetit. E gjithë këto që po i përmendni tash është ajo që përflitet për afërsinë e odës me partitë politike të cilat janë tani më në qeveri, për shkak se thonë janë të afërt me odën ekonomike. Mirë po nga ana tjetër, apo e shfrytëzon qeveria odën ekonomike dhe kapacitetin e tyre, partitë politike në fakt, sepse ishte para zgjedhje, apo e shfrytëzojnë odën ekonomike për të arritur në qeveri? Pasi që i përmendëm gjitha këto të meta ekonomike, gjitha këto mungesa. Kjo e dyta mban ujë. Shikoni mu më gëzon fakti që oda ekonomike e Maqedonisë Veriut është institucion kaq relevant sa që politikat makroekonomike të mbaren nga ne. Unë këtë nuk e marr si dobësi, unë këtë e marr si përparësi dhe si fuqizim të institucionit tonë. Në fund të ditës, neve nuk kemi parti politike. Neve nuk na votojnë qytetarët, ne jemi të krijuar nga biznesi dhe ne të vetmin qëllim e kemi mbrojtjen e interesit të qytetarëve, mirë po në kornizën e punës tonë neve i kemi edhe elementet etike dhe morale. Ne nuk duam ta shkelim askënd për ta favorizuar ndonjë biznes. Prandaj edhe masat tona janë gjithëpërfshirë se nuk janë individuale dhe specifike me kërkesa. Cili është raporti juaj pas ikjes ish-kryetarit me ndyqyra me zotrin Kristian Mickovskin, pasi që lidhjen e odës ekonomike me zotrin Mickovskin e bëshin nëpërmjet ish-kryetarit zotrin Mendiqyrës? Zoti Mendiqyra është një afarist shumë i suksesshëm, ju e dini edhe vetë, madje edhe shumë ka kontribuar në planin social për qytetin e tij, por edhe për shtetin. E dini financimin e klubit futbollistik, e dini ndoshta keni ndëgjuar për festivalet të cilat ai i ka financuar dhe mendoj që kjo është një element dallues i odës ekonomike të Maqedonisë Veriut që në krye të institucionit çdo herë vijnë figura shumë të spikatura në fusha të ndryshme. E dini kemi pasur ish drejtori i odës zëvendës kryeministër, tani kemi kryetar komune, kemi ish ministra që kanë dalë nga oda ekonomike e Maqedonisë Veriut. Neve raportin me Mickovskin personalisht nuk kemi. Kemi me zotin Mickovskin si kryeministër natyrisht që kemi, për shkak se ai është bartësi i funksioneve në vendin tonë. Dhe vlerësoj që si institucion kemi komunikim me qeverinë, nuk është shumë i mirë për hir të vërtetës, por me bllokun tjetër kemi me ata kemi pak më tepër komunikim për shkak se për dallim nga më herët kjo qeveri po del paksa më e mençur në thojza, duke shfrytzuar ekspertizën tonë për çështje të rëndësishme. Neve çdo herë ju kemi apeluar institucioneve që informacionet me të cilat ne korrespondojmë ti shfrytëzojnë nga ne, ti kërkojnë dhe ne pastaj do t'u aplasojmë me qëllim që ata mund pastaj
të mund të realizojnë aktivitetin apo punën e tyre më mirë dhe më saktë. Nuk kemi ndonjë raport, është krijuar një bindje që ne gjëja jemi afruar shumë, por nuk është as pak. Nëse na ndjekni në paraqitjet tona televizive, ne jemi shumë kritik. Sot isha shumë kritik, besoj që pajtohesh edhe ti. Po vetëm e kisha fjalë për atë pjesën e drejtorit në institucion, në kompanit shtetërore që është avancuar nga humbja e tij, ka qenë qeverisë kaluar apo e kësaj qeveri? Ma thuj një qeveri ku s'ka pas një rast të tillë, edhe unë nuk do të flas. Po jo. Zotëri Zeqiri, këtë gjë e bëra vetëm për ta sqaruar opinionin dhe qëndrimin e juaj si hot, pasi që e dim shumë mirë edhe ne se cilat janë apo rrymat të cilat mund të funksionojnë për një llos apo për të kritikuar individ apo qoftë edhe biznese shqiptare. Pyetja ishte shumë e vend, Gazmend, për shkak se pyetja më çonte tek një përgjigje që edhe ty të përgjigjet por edhe opinionit. Shikoni, sikur të ishim në institucion politik, nuk do të kishte dhënë dorëheqje aq herët zoti Mendiqyra. Po statuti jon i Odës tregon shumë qartë që në momentin që futet një person në politik, mund të qëndrojë si antar, për shkak se ai është biznesmen dhe antarësi nuk mund t'ia ndalë askush. Po të jetë pjesë e strukturave të Odës, gjithsesi kuvendit, këshillit mbikëqyrës dhe këshillit drejtues, apo të jetë kryesues i një prej këtyre trupave apo organeve të Odës, është ndaluar dhe kjo tregon më së shumti. Unë ju i uroj zoti Mendiqyrës sukses në mandatin e tij, duke shpresuar që do ta rigjallëron sepse vjen nga oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore dhe i njeh mirë problematikat ekonomike të vendit. Ai natyrisht se do të përballet me problematika tjera siç është shëndetësia, pjesa sociale kështu me radhë, kultura, arsimi e tjerë, por shpresoj që do e ketë ekonominë në plan të parë. Zoti Zeqiru, falenderoj shumë për prezencën e juaj në studio tona dhe shpresoj që takohemi më shpesh për dhënë opinione sa i përket lëvizjeve ekonomike dhe drejtimit ku po shkojmë ne si shtet. Gazmend, është kënaqësi të jem pjesë e emisionit tuaj, e sidomos kur ju moderoni, për shkak se do e them pa rezerva, jeni një nga gazetarët apo mos them prej më të mirëve gazetarë sa i përket njohjes së ekonomisë, ti bashkë me kolegun Gazmendin tjetër, Gazmend Kurtishi, dhe kjo më jep një dozë të shtuar të kënaqësisë për shkak se temat dhe pyetjet që i parashtroni ju nuk janë sipërfaqësore, po janë shumë thelbësore dhe dini të nxjerrni edhe më tepër nga diskutimet me mysafirët tuaj. Ne bëjmë këtë edhe pak nga frika se ti kritikon ata që marrin paga për institucioneve shtetërore e që nuk japin kontributin e tyre. Ju jeni përjashtim i dalluar i kësaj. Puna juaj shihet shumë qartë. Keni gëzuar një reputacion të madh tek pjesa ekonomike e institucioneve, por edhe tek odat ekonomike. Ashtu siç ju pretendojmë që të paktën një ekonomi të rinj t'i mbajmë këto edhe t'jemi do thotë një shtet ndoshta me mirëqenie pak të mirë, sepse luksin unë personalisht nuk që e dua as shumë. Ta kemi një mirëqenie të mirë, t'jemi afër familjeve dhe t'jetojmë në vendin dhe t'japim kontributin këto. Zotëri Zeqiri, falenderoj sinqerisht shumë për gjithë kontributin që e jepni për emisionin tonë dhe për gjithë shoqërinë, desha me thënë, pasi që e dim relacionin e kemi shumë të afërt dhe jemi shumë prezent në shumë ngjarje ekonomike të cilët sinqerisht janë për të ardhur keq ndonjëherë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe ju. Suksese. Nderuar shikues, ishim bashkë me drejtorin ekzekutiv të Odës Ekonomike, pas gjithë atyre ngjarjeve të suksesshme të cilët prezantuan dje për kompanitë shqiptare në vendin tonë, besojmë që do të ketë ende shumë për të bërë dhe me vetmin qëllim për të mbajtur të rinj këtu në vendin tonë. Për në fund do të ndiqni dy deklarata nga kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore zotëri Nuhiu dhe ishte edhe fituesi apo kompania Dauti Commerce që mori vendin e parë në top 100 kompanitë e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Nga unë natën e mirë. Për të 16 herë me radhë, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore shpalli 100 kompanitë më të mira në vend. Të hyrat totalet e këtyre kompanive për vitin 2024 arritën shifrën 1.7 miliard euro, ndërsa fitimi neto kumulativ ka arritur në 135.4 milion euro.
Kompania Adrius u rëndit si kompania top 5, e ndjekur nga Kiper si top 4, Neptun si kompania e 3, Pofix e ranguar si kompania e 2 dhe në kryet e listës Dauti Commerce si kompania top 1 për vitin 2024. Përfaqësuesi i kësaj kompanie, Hamim Dauti, deklaroi për emisionin Business Plus se pas këtyre rezultateve qëndron një punë dhe sakrificë e madhe, e cila kërkon një përkushtim të vazhdueshëm. Po, ne falenderoj dhomën ekonomike që na rangoi në vendin e parë duke vlerësuar eksperiencën dhe madhësinë dhe zgjerimin e kompanisë tonë. Por për një nivel të tillë të punës është një sfidë shumë e madhe, një sakrificë e madhe që duhet të ndjeket për çdo vit për të mbajtur edhe ratingin më të lartë të kompanisë. Po thuaj se çdo vit po dalin tema dhe problema të vetes në vetvete, thuaj se vitin e kaloi të gjithë vitin duke u marrë me limitimin e çmimeve, kufizimeve edhe trajtimeve të tjera, që nuk ishin edhe aq shumë të lehta për të menaxhuar. Po gjithsesi investimet dallojnë prej viti në vit, derisa më një vit mbaron një ciklus investimesh, planifikohen investime të tjera për zgjerimin e biznesit në vend edhe në rajon, gjithsesi edhe në arenën ndërkombëtare. Kryetari i OMVP-s Nui Aliu po dënsoi se rritja e të hyrave dhe të fitimit të kompanive është niveli më i lartë në 10 vitet e fundit, ndërsa është i kënaqshëm edhe numri të punësuarve, ku vetëm 10 kompani kanë mbi 5.000 të punësuar. Që viti 2024, qarkullimi vjetor i kompanive ka arritur një shifër breslënse prej 1.7 miliard euro. Kjo shifër e jashtëzakonshme tregon rritje prej 178% krahasuar me vitin 2015 dhe rritje prej 85% krahasuar me vitin 2020. Gjithashtu, netofitimi kumulativ për vitin 2024 ka arrit vlerën prej 135,4 milion euro, shifër që shënon rekordin më të lartë në 10 vjetët e fundit. Tregus tjetër i rëndësishëm i progresit të bërë është numri të punësuarve në top 100 kompani për vitin 2024. Kompaninë kanë krijuar rreth 10.794 vende pune. Dhe theksohet se vetëm top 10 kompani punësojnë 5.200 punëtorë. Kryeministri Kristian Mickoski në fjalimin e tij theksoi se ardhmja ndërtohet përmes bashkëpunimit të ngushtë mes qeverisë dhe biznesit, duke theksuar se të dyja palët duhet të jenë në të njëjtën anë. Владата и бизнесмените мора да бидат на иста страна. Qeveria dhe afarisët patjetër të jenë në të njëjtën anë, në anën e rritjes, zhvillimit ekonomik, stabilitetit të vendeve të reja të punës, të investimeve, për krijimin e jetës më të mirë për të gjithë njerëzit. Ne si shtet dhe qeveri do të vazhdojmë të jemi partner jo pengesë, jo frenues, jo faktor të pasigurisë, por alati juaj, alati i biznesit, sepse ekonomia e fuqishme është kusht për shtet të fuqishëm. Ngjarja e sotme të shërbesi për kujtim se suksesi është i mundur, rritja është reale dhe ne si shtet mund të jemi shembull për vizionin, punën dhe këmbënguljen se mund të japim rezultate. Një ndër arritjet në këtë top 100 nga OMVP ishte edhe ankimimi kundër ligjit për tatimin solidar, ku për herë të parë shteti humbi një kontekst të këtij lloji, duke hapur rrugën për kthimin e 49 milion eurove në llogarinë e kompanive të dëmtuara.